Në opinion publik, ka një mendim ndarë se kush e ka dëmtu ma shumë e LDK-n. E ka dëmtu ma shumë LDK-n Isa Mustafa, apo Vjosa Osmani, apo Lumira Digjiku? Jo, unë besoj që secili ka kontribuar në mënyrën e vet, rrethana të ndryshme për lidhjen demokratike të Kosovës. Dikush me rrit, dikush me zvoglu. Po tani gabime ndodhin, dikush e rrit, dikush e zvoglan, dikush e mban kohra shumë të vështira, dikush e bashkon, dikush pra nuk unë besoj që qëllimet kanë qenë të mira të gjithëve e më pas fati elektoral është i ndryshëm. Nuk besoj që dëmi i LDK-s vjen prej njerëzve që ti zgjedh me të prijuse në listë. Nuk besoj. Besoj që dëmi i LDK-s mund të vijë nga një mungesë e kohezioni, solidaritetit të brendshëm. Prej asaj demokracisë që është vlerë njëkohësisht, por është dhe barë. Demokracia një partije politike, për dallim prej partive tjera që janë të thjeshtura pe themeltarëve, nuk kupton se ka garë, këtë po du ta them gjithmonë, dhe gara nuk kupton se ka dhe një farë abstenimi mund të ketë. Pra unë jam garë me ty, unë abstenoj në mënyrë që ti të bishë, unë të vjen mundësia ime. Kjo mund tjetë problematik në vete për lidhjen demokratike të Kosovës, që du të shërojmë, të kemi solidaritet, të themi shëgjoni, kjo është orientimi për para, punojmë gjithë. Që abstenimi në pe quj sabotim. Ti pe quj sabotim. Arsyem pse po e quj sabotim, është për shkak se janë rezultati në bazuar në ato se, po më duket që është sekret publik tashmë po dihet se kush ka punu kundër, dhe e ke parasysh që në nivel lokal i këqyr rezultatet në qeto komuna. Po s'kanë fajnë është ata, sepse në nivel lokal marrin votat partive tjera. Po të tregon me kursy shumë, me gjitha tajt, vidon 5, dikush nuk ju ka kursy shumë. Vidon 5. Unë Digjiku në njof mirë, sepse në njof prej kur ka qenë student. Digjiku është punëtori i mirë. është punëtori i zellshëm, ka qenë student i zellshëm. Më kanë thonë që edhe në LDK-n teren ka punuar. Nuk është që s'ka punuar. Mirë, po problemi është se sa puna jote bën punë. Sa aktivitet yt shprehet pastaj në rezultatet të partisë. Atë që është është dashur vetë ta vlerësoj Digjiku dhe ta vlerësoj në organet e LDK-s. Për mua është në çdo nivel që unë them tash se është dashur të shkoj, sepse në asnjë rast nëse kthehet që aty ku ka qenë, që aty ku ka marrë, duhet më ulë dhe me analizu pse. Me analizu ai vetë me pasë çka mund të bën ai. Angazhimi i Digjikut në krye të LDK-s nuk ka sjellë rezultat. Jo, nuk pajtona me këtë çështje. Besoj që rezultati rënd i lënë vitin 2021 ka qenë peng për LDK-n edhe për ata që kanë provuar të bëj. Po këtë çështje më mirë vendos antarësia e LDK-s sa secili prej nesh. Ne jemi subjekte, konsiderat për secilin, këto çështje është mirë me lënë antarësisë, është mirë njerëz që kanë provuar LDK me folsa ma pak keq për LDK-n. Kemi vend shumë për me na ndihmu, kemi kundërshtar mjaft, ama një kursena ne prej kritikave, sepse jemi të bo punë të madhe. Jo unë, po gjithë ekipi LDK-s. Njerëz që dojnë këtë shtëpi politike, që angazhohen çdo ditë dhe që punojnë që ta ngrisin këtë shtëpi pa asnjë interes. Pra po LDK-ja ka arrit një praktol të vitin 2021, i cili na mban peng ende, i cili sheni rritemi e më pas bim, por LDK-ja është forcë politike e fuqishme, e aftë përmes gjithë çështjet e veta. Edhe unë nuk kam nevojë për leksione politike me thënë drejtën prej askujt në këtë fazë, sepse kam këshilltar të tjerë që i kam pas në këtë udhtim për 5 vitet e fundit. Konsiderat për secilin, nderime më të mëdha për secilin që ka kontribuar në LDK. Një ditë pensionohemi gjithë. Është mirë me kujdes për çështjet tona dhe me lënë të armën më ndërtu sipas rrjedhave të kohës, dikush më mirë, dikush më keq. Nuk ka askush apetite të përhershme ndaj partisë. Jemi të ardhur me një gjenerat të re vitit 2026, ku nuk është gjithçka politika, por nuk e kemi ndërmend me 40 vjet politike, kemi ndërmend me shurbi pak edhe me institutje, me kalu këtë shtëpi të madhe demokracisë tek një gjenerat tjetër që punon më mirë, një vend që ndërton më të mirë, nuk është fundi, pra integriteti ynë është gjithçka që kemi, nuk dim ndryshe me u sill. Prandaj le të flasim sa më pak keq për LDK-n, sa më pak për njerëzit e LDK-s. Nga njerëzit e LDK-s ky është qëllimi. Kjo është maturia thelbësore, nuk kemi nevojë të bëjmë ndryshe. Por po ashtu, secili njeri që ka kontribuar në LDK, që e ndin veten që mund të këshilloj,
mund të ofrojë ndihmë, ka derën hapur, gjithmonë e ka pas hapur. Nuk janë studio televizive, adresa ku ne trajtojmë çështjet e LDK-s, qoftë për mirë, qoftë për keq. A keni planuar